Kishte ditë që ishim në mal. Ishte ofensiva më e madhe deri atëherë në malet e Çabicës. Ishte pikërisht 22 shtatori i vitit 1998. Ne vetëm nga familja jonë ishim 14 veta, kurse në të gjithë fshatin rreth 70 njerëz. Nga të gjitha anët na rrethuan. Nuk kishim asnjë mundësi të iknim dika as të siguronim ushqim. Ditën e tretë më nuk bënin punë pemët e egra me të cilat u ushqyem. Fëmijët morën vaje, shumësisht u smurën rënd, dhe nuk kishin asnjë shpresë të mbeteshin gjallë, sepse trupi po u vdiste pa ushqim dhe shpirtin u ambyste frika. Ishte mesditë kur paramilitarët me koka të lidhura me shamia na grumbulluan të gjithëve. Edhe fytyrat i kishin të ngjyrosura. I morën të gjithë meshkujt, një nga një dhe i lidhën për drunj. Më vonë e sollën një kamion dhe i mbyllën brenda. Mandej i morën të gjitha gjërat me vlerë dhe disa fëmijë që ne të thyeshim dhe të tregonim se mos kishim fshehur diçka të vlefshme. Një grua e cila kishte provuar t'u arrëmbej automatikun atyre, ja morën djalin 2 vjeçar, ja pren veshin dhe 3 gishtrinj. Vëllau im provoi të reagoj edhe pse me duar të lidhura. E morën, e vendosën para të gjithë të pranishmëve, e zhveshën dhe ja pren organet gjinitale. Zot, si nuk vdiqën atë çast. Nëna dhe nusja nuk lëvizën, e unë u nisa drejt tyre. Por vëllau im siç duket vdiq nga dhimbjet. Dhe më nuk e pash tek ai as lëvizjen më të vogël. Do të dhunoj me organin e tij. Kështu më tha njëri nga policët. Dhe 2 të tjerët mi lidhën duart e më lidhën për kamioni. E di se përpoqja të bëj rezistencë, por një goditje fortë në kokë ma humbi vetëdien, dhe e di se kur më ka ardhur vetëdija kam qenë tëra e zhveshur dhe e lidhur edhe më tej. Disa metra më tej po e dhunonin një grua një vajzë tjetër të cilën nuk e njoha. Edhe para këmbëve të mia pash nënën që po rinte duke qajtur. Ta vranë vllaun, me gjithë nusën e tij, më tha ajo në vend se të më jepte kuraj. Ndoshta këtë ajo e bënte nga zemra e plasur. Ndoshta është më mirë që edhe ti të vdesësh, se do ta kem më lehtë e vetmuar, më tha nëna. Ajo mandej filloi të më thoshte disa gjëra që më dukeshin aq të parandësishme për momentin. Dhe unë dridhesha. Nuk dija kisha ftohtë, frikë, apo trupi më dridhe nga dhimbjet. Rreth nesh kishte plot njerëz të vdekur të pavarrosur. Kishte aq shumë copa të gishtrinjve, duarve, veshve, sa që nuk e kuptoj edhe sot e kësaj dite se si mund të flas për të gjitha këto, edhe të jetoj. Më pas aty erdhi një polic i cili më tha, pasi kishe qenë e virgjër, do të marr për grua. Do të vish me mua në Serbi dhe atje do ta ngrehim një foles siç ka menduar kryetari ynë, Milošević. Që djemtë serb t'i martoj me shqiptare, që ato të lindin fëmijë serb dhe të gjithë meshkujt në Kosovë t'i vrasin. Do ta lindësh një djalë, më thuaj. Më thoshte edhe para syve të nënës filloi prapë të më dhunoj. Nuk di sa më ka maltratuar, por e di se kur i hapa syt e kishte tërë trupin gjak. Nëna këtë herë kishte qenë duke qajtur pranë meje. Më tej disa nga gratë kishin renditur kufomat njërën pas tjetrës. Një grua u afrua dhe përpiqej të më vishte diçka. Nuk e kuptoja se nuk mërzitesha pse isha e zhveshur dhe rreth meje kishte plot gra e fëmijë. Ndoshta nuk më punonte truri. Ndoshta isha e çmendur në atë kohë, por e di se më mundonin vetëm dhimbjet e barkut dhe turpi, edhe ndjenja se isha aq e ndotur dhe e thyer nga dhunimi që më bën serbët. Dikush më dha pak ujë. Ula dhe u vesha e tëra. Më nuk isha asnjë ndjenjë. Shikoja trupat e vdekur andej dhe nuk e kuptoj pse kaq shumë e doja vdekjen. Kisha më shumë dëshirë të vdes se çdo gjë tjetër. Nëna vetëm qëndronte afër meje dhe qante. Asnjë fjalë nuk foli këtë herë. Një grua mu afrua dhe më tha që t'ia lidhi plagët të birit 6 vjeçar që ja kishin këputur gishtrinjt. U afrova për duart nuk më bënin punë. Mezi ja lidha me një copë këmish që Elma e kishte gjetur diku. Më vonë i varrosëm të 18 trupat e vdekur. Nënën e kapi temperaturë lartë dhe krejt çka gjetëm në atë mal që t'ia ndalin temperaturën ishte një aspirinë dhe një gotë ujë. Pasi e piu tha, gabova që e piva atë ilaç. Ndoshta do t'i gjindej dikujt. Mua më plasi zemra dhe s'më duhet më asgjë. Unë po vdes. Dhe po vdes zemër plasur më shumë për ty se sa për vëllain në kunatën tënde. Bia ime mbaj mend dhe tregon nëse shpëton. Si duke do t'jetosh gjatë. I trego të gjitha. Asgjë mos mbet fshehur. Pas këtyre fjalëve edhe nëna më vdiq dhe mbeta e vetmuar dhe e ndotur. Tha në fund vajza nga malet e Çavicës.